Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Kudo që të na ndiqni. Një përshëndetje me gjithë zemër nga kjo studio. Sot në studio jam së bashku me dekanen e Fakultetit të Shkencave të Edukimit në Universitetin Luigi Gurakuqi, profesor i asociuar Dr. Eranda Halluni Bilali. Përkushtimi, përvoja, kërkesa e vazhdueshme e rritjes ndaj vetes, por edhe të tjerëve në veprimtari që të organizuara, veprimtari shkencore, e bëjnë atë në temporitmin e ditës një grua aktive, të përkushtuar, një grua nxitse dhe shumë komunikuese. Qenia dekane e fakultetit i pasaj dëshirën dhe dashurinë e madhe për të përfshirë në të gjitha ritmet e fakultetit dhe të pulsoj me ecjen, nxitjen, përkrahjen e çdo iniciative apo projekti. E kam ftuar sepse në ecjen e saj unë shoh një grua që pulson dhe dialogon me të përditshmen, duke qenë nxitse dhe përkrahase e studentëve edhe e fakultetit që ajo drejton. Mirëmëngjes profesorish. Mirë se erdhe. E vlerësoj shumë ardhjen tuaj sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit. Mirëmëngjesit gjithëve një herë dhe faleminderit ju Radio Shkodrës që vazhdimisht na bën pjesë të emisioneve dhe veçanërisht ju, sepse jeni ai promotori për me nxjerrë pa vlerat e Universitetit të Shkodrës. Është fat për Shkodrën që ka një universitet dhe është fat për Shkodrën që ka një Merita Çob që promovon vazhdimisht vlerat e mëdha të këtij qyteti. Unë ju falenderoj për këtë, por të them të drejtën, shoh që shumë njerëz punojnë në ritmin e tyre. Kanë trajektoret e tyre të rritjes, të zhvillimit, të stadeve, të starteve të mëvonshme e përsëri stade të tjera. Si e vlerësoni qenien tuaj në drejtim të një fakulteti? Nuk është e vogël, ndërkohë që jeni e pranishme tek studentët me leksionet tuaja. E keni ëndruar diçka të tillë, e keni dëshiruar, apo si thuash, është një gjë që e keni hasur rrugës dhe e keni përkrahur, edhe e keni marrë si tashmë diçka tuajën? Në fakt, nuk është e lehtë të jesh dekane e fakultetit. Megjithatë, është një dëshirë e imja, sepse unë nuk u katapultova në një pozicion të tillë. Përkundrazi, ishte një rrugtim i natyrshëm i imi, sepse karriera ime filloi si mësuese dhe më pas si drejtuese në një shkollë të qytetit të Shkodrës dhe më pas në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, në rolin e pedagogës dhe më pas edhe të drejtoreshës së departamentit. Dhe në fund, dekane e fakultetit. Megjithatë, nuk e shoh shumë vedin të dekania, sepse në fundit unë jam pedagoge. Aty kam shku si pedagoge, për te asaj që vlerësoj shumë stafin me cilin punoj dhe shumë më tepër për ulem përpara studentëve. Dhe nëse unë jam kjo që jam fal tyne. Ato më kanë përkrah shumë. E kam lexuar diku vlera e një institucioni shkollor, ose në këtë rast e universitetit, qëndron në respektin ndaj studentit. Dhe këtë po e shoh edhe tek shprehja juaj. Pikërisht. Sepse aty në auditor, në komunikimin me ta, unë futem botën e tyne, kuptoj çdo gjë që lidhet me ta, dhe kjo është një inspirim për mua për të vazhduar për më tej dhe për më punu për ta. Sepse në fundit ne jemi për ta aty. Përsëri, unë përpara se të futem në këtë program, natyrisht kam kërkuar paksa rreth figurës suaj dhe një studente të cilën unë përshëndes,
Nuk është anonime, sepse ajo është një nga studentët ekselente të universitetit. Në një postim të saj, edhe në një foto, nuk e di nëse regjia e ka gati, shkruan me dekanën e fakultetit, profesoresh Erandën, që çdo leksion e ka një model mësuesie. Më bani shumë përshtypje, sepse raporti me studentët është raporti më delikat, më i bukur, më i qëndrueshëm, ose jo, më vlerësues dhe më frutdhënës. Pikërisht, kjo është. Studenti është gjithçka. Studenti është si ta rrisësh, si ta rrisësh nga pikpamja profesionale, si të punosh me ta, dhe si ta përfshish brenda për brenda atij tempullit të dijes që quhet universitet. Dhe këtu është edhe synimi im. Më thanë, gjithçka e kam të lidhur me ta. Profesorish, cilat janë ata për masa, po i quaj kështu në termin geometrik të Fakultetit të Shkencave të Edukimit? Sa departamente ka, çfarë madhësie në shtrirje apo në pjesëmarrje? Atëherë, Fakulteti i Shkencave të Edukimit në përbërjen e tij ka departamentin e mësuesisë, ka departamentin e edukimit fizik dhe të sporteve, departamentin e arteve dhe departamentin e psikologjisë dhe punës sociale. Faktikisht, vërtet e ka emrin Fakulteti i Shkencave të Edukimit, por është një miksim edhe i artit, edhe i sportit, edhe i psikologjisë, edhe i punës sociale, por edhe i mësuesisë. Dhe në fakt, ne jemi fakulteti më i madh që kemi edhe numrin më të lartë të studentëve. Ndoshta më lejoni që t'jap disa statistika që faktikisht ndjekin fakultetin student aktiv 1012 student, pa përfshi studentët stazhier. Së dyti, vetëm në nivelin bachelor ka 587 student dhe në nivelin master 425 student. Shifra të konsiderueshme. konsiderueshme. Janë shifra të konsiderueshme, por tregojnë që interesimin e madh që kanë studentët, pikërisht se në opinion duket që nuk ka interes për fakultetin e mësuesisë, fakultetet e mësuesisë. Por në fakt mësuesisë bëhet fjalë për parashkollorët dhe fillorën. Departamenti i mësuesisë, ndërsa departamenti i arteve përgatit mësues të artit pamor edhe të muzikës, ndërsa edukimi fizik dhe sporte përgatit mësues për edukimin fizik dhe sportet, për arsimin e mesëm të ullët dhe arsimin e mesëm të lartë. Pra kap të gjitha ciklet e shkollimit. Të gjitha ciklet e shkollimit, aq më tepër që ne kemi edhe psikologjin, pra përgatisim psikologët edhe punonësit social. Kuptoj. Mund të ktheheni shifrave. Është interesante. Atëherë, vetëm në edukimin fizik dhe sporte janë 185 student efektiv. Në punë sociale 96, në psikologji 105, në mësuesi për edukim fizik master profesional, edukim fizik janë student të vitit të parë, sepse për herë të parë ne kemi hapur një master shkencor në edukim fizik dhe sporte, dhe shëndet janë 64, ndërsa në master profesional 47, në shërbime sociale 37, në gjithmonë flitet për master profesional është 1 vjeçar, dhe në psikologji klinike 35, psikologji organizacionale janë 30 student. Pra ka 2 cikle studimi, bachelor dhe master. Duke përfshi edhe masterin profesional, por njëkohësisht si vjet ka fillu dhe masteri shkencor në edukim fizik dhe sporte. Ndërsa në psikologji klinike dhe organizacionale, ato domethënë e kanë qenë edhe më përpara. Si e vlerësoni procesin e edukimit, sepse ju jeni Fakulteti i Shkencave të Edukimit, të gjitha këto ndërtojnë themelen e edukimin e nxënësit. Si e vlerësoni ju këtë proces? Në fakt është një proces shumë i rëndësishëm,
sepse ke të bëjnë me formimin e atyre që shkollojnë gjeneratat e reja. Dhe në fakt ne punojmë shumë në këtë drejtim, se në radhë të parë ne do të përgatisim profesionistë mirë, por në radhë të dytë ne duhet të përgatisim edhe prindër të mirë, sepse në fund edukim është edukim. Dhe ne e shohim gjithmonë në dy dimensionet, edhe si profesionist, por nesër edhe si prind të mirë. Edhe në anën humane, është shumë e rëndësishme. Është e jashtëzakonshme, është një eksperiencë shumë e bukur. Ato e dojnë atë profesion, sepse përderisa kanë ardhur aty, ato në fundit nesër mund të bëhen drejtues shumë të mirë. Nesër mund të bëhen mund zgjedhin edhe profesione të tjera, por ato aty kanë ardhur për të bërë mësues. Dhe investimi jonë shkon pikërisht aty. Por jo vetëm, sepse aty përgatisim edhe psikologët, përgatisim edhe punojësit social, që janë një vlerë e shtuar dhe janë pjesë integrale e shkollave tona, duke pas parasysh fenomenet që faktikisht janë evidente në për shkolla, prania e punojësit social edhe psikologët e shumë e rëndësishme, por ka një bashkëpunim mes mësuesve dhe psikologëve, sepse në fundit të gjithë bashkë janë për një qëllim të vetëm. Absolutisht po. Madje kur ne flasim për shumë dukuri që ndodhin si rezultati shumë aspekteve të jetës, gjithmonë edukimi është baza. Dhe aty është mësuesi, është shkolla, është prindi. Këto janë institucionet bazë. Sipas meje. Po patjetër. Dhe duhet i ruajmë fakt. Aq më tepër duhet të ruajmë këtë universitet me kaq traditë, me një background, domethënë që është për të patur zili, aq më tepër sepse gjithmonë Shkodra është krenu. Dhe faktikisht unë njihem shumë krenare kur shkojnë takimet ministri dhe thonë fjalën do ta thonë Shkodra, fjalën e fundit e thotë Shkodra. Është shumë e rëndësishme, por çfarë vihet re tek studentët tuaj? Natyrisht të marrësh një diplomë është një aset në udhëtimin e jetës, por ta duash profesionin. Mësuesi nuk është thjesht një punonjës 5 orë, 4 orë, 7 orë sa të jetë. Mësuesi është ajo mundësi për të futur në ADN-n e tij misionin e mësuesit. Si e shihni këtë tek ato studentë që ndjekin studimet? Natyrisht asgjë nuk jepet si parapagim. Çdo gjë mësohet gradualisht. Në fakt vetë shifrat flasin që ka interesim. Por ama ato kanë ardhur aty sepse e duan atë profesion. Edhe fakti është sepse ne bëjmë një follow-up të studentëve. Dhe të gjithë studentët tonë faktikisht që normalisht ne i ndjekim, janë të punësuar. Gjatë që tregon që ajo diploma që ne i kemi dhënë është shumë e vlefshme për ta. Sepse në fundit ato kanë gjetë një punë, kanë kaluar dhe procesin e licencës, sepse realisht nuk është e lehtë të vazhdosh procedurat janë zgjatur pastaj. Sepse janë realisht janë shumë të zgjatura. Për vetë faktin se një student që të bëhet mësues i duhen goxha vite. Janë gati 6 vite. Përtej asaj që ato do t'japin edhe licencën dhe më pas të hyjnë në portal. Por, meqense ne kemi dhënë, unë e quaj si pasaport faktikisht. Absolutisht. Jo vetëm këtu brenda vendit tonë, por edhe jashtë. Edhe vazhdimisht ne kemi kontakte me student tonë në degë të ndryshme, që faktikisht ne janë mirënjohës për atë diplomë, sepse jashtë njohur edhe jashtë kufive. Dhe normalisht kemi dhënë thotë vetëm diçka të vogël. Kemi plotsu dhe çdo gjë është në rregull. Pasi ne kemi punuar shumë edhe për procesin e akreditimit. Grupet e punës kanë punuar jashtë masë të fortë. Dhe në faktikisht në programet, po flas për fakultetin tonë, departamenti programi psikologjisë ka marrë 4 vite akreditim e arsimit fillor dhe parashkollor me 5 vite dhe edukimit fizik dhe sporte për 5 vite. Dhe kjo është një pasaport e mirë për ato student. Absolutisht. Profesoresh, ju e shoh që
të gjitha mëngët I keni të përveshura në punë. Në fakt, këtë më thonë gjithë, që nëse dikush e merr kënaqësinë nga daljet jashtë, apo, ku dion, daljet mbas dite, për pikave, diçka, unë e merr kënaqësinë nga puna. Sepse jam gjatë gjithë kohës jam shumë e angazhuar me aktivitete të ndryshme, pjesëmarrje, etj, por që ja dal edhe gjej kohë për gjitha. Gjë shumë e bukur. Është pak sfiduese për jetën e një gruaje. Ju jeni dekania e parë femër në këtë fakultet. A ishte pak sfiduese për ju? Patjetër që po. Shumë sfiduese. Pasi përveç se e para femër, së dyta unë do të pasoja profesor shumë të nderuar që e kanë drejtuar fakultetin, duke përfshi këtu, dhe më thanë, sepse du të qej momentin, edhe për me I kujtu, por njëkohësisht edhe me falenderu, për atë traditë të bukur që kanë rrujt dhe kanë përcjell tek ne, dhe unë sfidën më të madhe pikërisht këtu e shoh, që a do të jem unë si ata. Gjithmonë kur kërkon tek vetja gjen. Duke pas parasysh profesor Vebi Hotin, të ndjerin, profesor Gzim Dibren, që e përshëndes sepse ka pas jo pak në kim, në formimin tim, njëkohësisht profesor Mithat Hoxhen, edhe profesor Fatmir Vadahin, që I përshëndes nga kjo studio. Po si arrini, sepse të jesh dekane do të thotë, më falni, të jesh edhe të administrosh punën, edhe të drejtosh punën, por ju nuk shkëputeni nga qenia pedagoge, lektore, siç duket është një magnet tjetër I fuqishëm, apo jo? Po patjetër. Si balanconi këtë? I thash edhe në kryt herës, për te të qenëri dekane, unë jam Eranda, jam pedagogja. Më pëlqen shumë auditori. Aty afër studentëve unë ndihem e vlerësuar, ndihem e re. Dhe komunikimi me ta më bën me kanë dhe me dhënë maksimumin. Dhe e pëlqej shumë pjesën e auditorit. Por, se me thanë, duhet me kry pak edhe detyrat. Nga 2024 ju jeni dekane. Po. Kur e morët këtë vlerësim, sepse të jesh dekane do të thotë të votohesh. Çfarë reflektimi patët në veten tuaj? Sepse keni pasur edhe komente, besoj, edhe vlerësime, edhe përshëndetje, apo jo, edhe studentë të cilët ju kanë përkrahur. Në fakt stafi më ka vlerësu dhe ndoshta ishte shtysa nga stafi që unë ta merja këtë detyrë, shumë të rëndësishme faktikisht. Jo pas sfida, por forca që më thanë studentët, dhe më thanë ditën e votimit, kur I shifsha studentat në rrallë që kishin ardhë për të dhënë vote, nuk ishte rëndësi për mua apo kolegët e mi. Rëndësishme ato kishin ardhur dhe kishin vlerësu si proces, sepse u bate fjalë për një person që I do ta drejtonte për 4 vite këtë fakultet. E ndoshta ata e shohin ngushtësisht lidhun me të ardhmen e tyre. E normalisht më ka dhënë shumë forcë. Më ka dhënë edhe shumë besim në vetë. Por ajo që më ka emocionu shumë është një prej miqve të familjes, mik I babait tem të ndjer, që në ditën që unë mora më falë për emocionet, po natyrisht se njerëzit kur vjen puna te babai, ka qenë një lidhje shumë e ngushtë, ka qenë pjesë shumë e rëndësishme e jetës teme, por në qoftë se nana ka kanë ajo që është kujdes shumë për shkollimin, sepse ajo mendonte që ne të bashim njerëz me vlera, me virtyte, por nga ana tjetër gjithmonë na kërkonte notat, sepse gjithmonë na kanë ushqy që me ecë.
Babai ka kanë për aty në që ka kanë modeli I prinit, por edhe modeli I atij drejtuesit, që me sa kuptoj, është pjesa që e ka pasu të unë, edhe të unë edhe të vlla, por për të unë është më shumë, sepse sa herë njerëzit më takojnë, që e kanë njoftë të ndjerin, më thonë, ja ke këput kryt babs tamë. E kjo për mu është shumë kënaqësi. Më falni për modestin, por më du me lexu urime për fitoren në zgjedhjen e detyrës së dekanes. E meriton, përveç se aftësive profesionale, ke edhe virtytin e mirësisë ndaj njerëzve, duke vazhduar traditën e familjes, e veçanërisht të babait, I cili, edhe pse nuk është fizikisht, ndihet krenar, pasi e ka pas ëndër që ju të arrini lartë e më lartë. Zoti ta prift mbar në detyrën fisnike në institucionin më të rëndësishëm të dijes. Sa gjë e bukur. Ju e ruani këtë Patjetër që po. Patjetër që po. E gjë e bukur është si ti drejtohesh një pikë referimi. Apo Patjetër. Por është një nga ato që faktikisht më kanë ardhur, po unë do të veçoja sepse është e lidhur edhe me babën tim. Profesoresh, ju e keni nisur mësuesin sepse e keni dashur. Apo jo? Patjetër. Keni qenë mësuese, drejtuese në një shkollë 8 vjeçare, dhe më pas I jeni bashkuar fakultetit në mënyrë gati të natyrshme, apo jo? Patjetër. Si ju kanë shërbyer këto përvoja? Në fakt, unë karrierën time e kam fillu në Malësitë e Shkodrës. Me shumë vështirësi, ishte koha e viteve 92-93 që kuptohet ndrimi sistemit ishim, megjithatë ne shkum atje. Më pas kam punu për disa vite në përfshatra përreth qytetit, ishte kënaqësia e madhe sepse vinim edhe flinim në shtëpi. Këtu do të thënë ishte ai pozitiviteti. Megjithatë ato ishin njerëz shumë të mirë, atje kishte fëmijë shumë të mirë, që edhe sot faktikisht mbaj kontakte me ta, sepse kam vu një gur në formimin e tyre. Dhe më pas, domethënë, mu propozu që të merja tisha pjesë e ekipit drejtues të një shkolle 9 vjeçare. Faktikisht mu propozun 2 shkolla. Mu propozu shkolla Ismail Qemali dhe shkolla Zem Hajdari. Po në shkollën Ismail Qemali ishte në drejtoresha, ishte në punë, dhe faktikisht unë bana këtë pyetje. Në vendin që do të më qoni, është vend I lirë, apo është dikush që do të hiqet që unë ta zëvendësoj? Dhe më thanë, në shkollën e Zem Hajdari është e lirë, ndërsa në shkollën në Ismail Qemali do të hiqet ajo dhe do të ta zëvendësoni. Atëherë nuk e pranova një gjatë të tillë. Ndonë se kisha shumë afër me shtëpinë, fëmijët I kisha të vegjël dhe mu më bante mirë ajo pjesë, sepse isha afër familjes edhe ishe më komod për vete, por nuk e pranova një gjatë të tillë, do të shkoj I thash aty ku është vendi bosh. Dhe në fakt ajo për mua ka qenë një shkollë e dytë. Aty kam pas një ekip shumë të mirë mësuesash, por kam një vlerësim maksimal për profesor Astrid Dervishin. Respekt, e kam pasur të ftuar. Që du ta përshëndes këtu, edhe njëkohësisht edhe për profesor Gzim Sekon. Kemi kanë një treshe që I përshëndes të dy. Gzim Seko, një Gzim Gjylbegu, Seko Gjylbegu pa fiks. E përshëndesim me shumë respekt. Por ajo për mu, dhe më thanë, përveç se më dha aksesin që unë të vazhdoja masterin në ato vite, dhe më kanë përkra dhe më kanë mbështet, sepse nuk ka qenë lehtë të punosh aty, të shkosh në universitet si pedagoge jashme, dhe më pas të shkosh të njikesh edhe masterin. Ju bëra këtë pyetje sepse duke qenë në drejtim të një fakulteti edukimi, ju e njihni
nga temeli marrëdhënien me nxënës, procesin e edukimit. A ishte sfiduese për ju që të vazhdoni më pas kualifikimet master e më pas doktoraturën? Patjetër që po, sepse aq më tepër që ti nuk mund të rije me nivelin atyre dijeve asaj diplome që ti kishe marrë, duhet patjetër që të punoshe shumë më tepër, sepse ti jesh në një universitet, do të thotë që ti do të avancosh, qofte titujt, qofte gradat. Nuk mund të rrish në nivel trajnimesh apo në diçka tjetër. Pra, të duhet një gjë e tillë. Përveç asaj që ti e kërkon edhe si sfidë personale, sepse gjithmonë këto të japin akses për rritjet më të tejshme, për hapjet më të tejshme, të kuptosh atë që ndodh faktikisht. Por për mu, të qenurit mësuese dhe të qenit në drejtoresh, me një ekip aq të mirë, mu më ka dhënë shumë. Për te, do me thanë, mu më duket se aty e kam marrë gradën doktor. Se ka qenë një marrëdhënie drejt për drejt, një shkollim i drejtë. E drejt për drejt dhe marrëdhënie sepse prej tyre njerëzve unë mësova shumë. E para që drejtimi nuk është i lehtë, e dyta drejtimi duhet të jetë në ekip. Dhe e treta, menaxhum një komunitet jo shumë të lehtë, por faktikisht me fëmijë të mirë, me prind shumë të mirë, me njerëz që ishin qytetarë të ri për Shkodrën, por që ne faktikisht punum shumë. Profesoresh, kështu thonë të gjithë ata që e duan profesionin, ata që ndoshta nuk kanë një qasje aq të afërt, nxjerrin në plan të parë vështirësitë, sepse natyrisht ju keni pas vështirësi, ashtu si çdo punë ka, por kur e do profesionin, kur e do punën, i minimizon në një farë mënyre, ishe më larg ato vështirësi dhe rrok të mirën më pas për ta shumë fishuar. Kjo ka qenë ndoshta edhe mote që më ka ushqy vazhdimisht. Që ti lë pas vështirësitë. Nuk ka asgjë, nuk arrihet pa vështirësi. E vërtet. Keni pas modele, keni pas mbështetje të fuqishme, në të cilët natyrisht një grua, çdo njeri në çdo fazë të jetës e kërkon, është njerëzore apo jo? Faktikisht është krejt normale, por e kam pas mbështetjen. E kam pas si nga familja jeme, si nga familja e burrit. Njëkohësisht modeli që unë kam dash me njëkën e përmena dhe pak më përpara ka qenë mat. Sepse nuk ka qenë i pjesës së mësuesisë, por faktikisht ka drejtu model njerëzor. Ndërmarrje shumë të vështira dhe në kohë të vështira për qytetin, por që faktikisht aja ka dalë. Edhe gjithmonë këtë gjë e ka përcjell. Për te s'po them që asaj njerëzores që e njeri ka pas, edhe këto vlera i ka përcjell, si të kun, si të kam të vlla, dhe unë përpiqem të gjitha këto, të përcjell edhe të fëmijët e mi. Është shumë e bukur sepse në këtë rast njeriu ndjen një përgjegjësi shumë të madhe. Profesoresh, ju keni një hapësirë të gjanë veprimi, e kam ndjerë këtë, jo vetëm që se ju kam taku në aktivitetet të ndryshme, por edhe sa herë ju kam telefonu për këtë program, jeni gjendur në vende, në momente, në pjesëmarrje të ndryshme, gjë që do të thotë ju keni një aktivitet mjaft të gjanë, pjesëmarrje në shumë konferenca, hapësira akademike, auditor të ndryshëm me pjesëmarr natyrisht mësues të niveleve të ndryshme. Çfarë ju kanë dhënë pikërisht këto veprimtari? Ku ju jeni përfshirë shpesh edhe si drejtuese, edhe si trajner, edhe si lektor, edhe si në role të ndryshme? Në fakt unë ndjek vazhdimisht sepse vetë profili janë kërkon që krahas asaj dekanes, krahas asaj lektores, në për auditore ti do të kesh edhe një aktivitet shkencor. Edhe faktikisht të gjitha këto aktivitete për te që na bajnë ne që të hulumtojmë, të kërkojmë, të hymë në thellësi problemeve, nga ana tjetër ne na jep
shumë akses për njohje. Që të gjitha këto përkthehen në të mirë të universitetit. Sepse ne aty bashkëndajmë eksperjenca, mësojmë, japim edhe marrim nga njëri tjetri, por e që është më e rëndësishme është lidhje që krijojmë. Sepse universiteti nuk është një tempull i veçuar, ose një ishull, më mirë, i veçuar. Ai ka lidhjet gjithandej. Para pak ditësh jeni që në Elbasan, për shembull. Isha për 100 vjetorin e Republikës, edhe aty kisha një kumtes. Faktikisht trajtova problemet e arsimit në aktet qeveritare. Edhe fakt ajo më ka bërë është një punë që më është me hulumtu shumë, sepse më qëllun 2 konferenca kishim edhe 100 vjetorin e vrasjes së Luiç Gurakuqit, ku dhe aty e trajtova Luiç Gurakuqin në kontributin e tij në fushën e arsimit, sepse ka qenë ministri i parë i arsimit, edhe e quj shumë derë dhe krenari me fol për një Shkodran që ka bërë shumë, jo vetëm për Shqipërinë, por për Shkodrën. Sa më pëlqen kjo në veçanti. Dhe duke qenë se ishin afër njëra tjetrës, më do të me punu shumë, por faktikisht shkoj shumë mirë. Dhe atje ne lidhem edhe marrëveshje të tjera, domethënë me universitete partnere, bëhet fjalë edhe për Turqinë, që mendohet një kongres shumë i madh ku Universiteti i Shkodrës do të jetë lider pikërisht në atë kongres. Edhe është shumë pozitive faktikisht edhe për universitetin edhe për fakultetin tonë. Dhe të gjitha këto aktivitete janë pikërisht për këtë. Sepse nuk është ideja që po marr pjesë dhe aty po investoj te rënda. Unë aty investoj edhe për studentët. Sepse të gjitha ato risi që unë marr është në qenjen teme që unë i transmetoj pikërisht në auditor. Për atë them e du auditori, se nuk e bëj dot të dekania, e bëj të auditori. Regjia, ne kemi edhe disa inserte, unë nuk e di nëse i keni vendosur, janë pjesëmarrje të ndryshme, aktivitete të ndryshme, po ja këtu është me studenten që ju vlerëson si model mësuesie çdo leksion tuajën, me Laureta Brukën, por edhe në të tjera veprimtari që e lidhen drejt shkolla drejtorëve, ka qenë një ndër ato projekte, po i quaj kështu, ku ju keni qenë trajnere e kësaj shkolle, edhe që natyrisht ka, ja këtu jeni ku keni marrë po. Pikërisht jam aty ku unë edhe nga rektori jam emëru dekane e fakultetit. E përgëzoj shumë, dhe më thanë, është një person shumë ndjehapur, është shumë i ditur, dhe më thanë, i ka kriju hapësirat të gjithë stafit akademik, por njëkohësisht jo vetëm, është studentin plan të parë, është me një vizion krejtësisht tjetër, por edhe ekipi që ka rreth vetes, besoj që do t'ja qoj emrin aty ku duhet Universitetit Shkodrës. E përshëndes profesor Toninin. Përshëndes edhe unë. Ndërkohë, qëndrojmë tek shkolla e drejtorëve, e cila ishte një marrëdhënie e universitetit me cikle të tjera shkollore e natyrisht pikërisht me vizionin e drejtimit të shkollës. Në fakt, unë kam kënë në ato iniciatore që kam lobu fort, që i shkolla drejtorëve të vinë në Shkodër. Sepse jo të shkojnë drejtori ta marrin trajnimin në Tiranë apo në një qytet tjetër të Shqipërisë, duke pas parasysh që Shkodra ka universitet dhe është shumë pozitive që trajnimi i këtyre drejtuesve, sepse kjo është shkollë si gjitha tjerat, t'i besohet lektorëve të Universitetit të Shkodrës. Është një proces që ka ecë shumë mirë, por që faktikisht unë personalisht në çdo vit që jap mësim aty, sepse jam edhe në rolin e lektores, por jam edhe në rolin e trajneres individuale. Unë e shoh si sfidë, sepse janë drejtues, janë aspirant për të bërë drejtues, për ato vinë nga baza, e njohin shumë më mirë arsimin për universitar nga që njohim ne. Por kjo më ka shërby shumë mirë, sepse nëpërmjet tyre unë marr çdo zhvillim të ri që ndodh aty dhe këtu ja transmetu, por jo vetëm. Ideja është ne të përshtasim syllabuset, kurrikulat, të përshtasim me një këtë treg, pra atë që tregu ka nevojë. Dhe kjo për mua është shumë sfiduese.
Kishte disa produkte shumë të bukura, unë I kam ndjekur edhe në programet e mia, edhe që natyrisht kanë mbetur si praktika të shkollave, biblioteka në Grut, shkolla, klasa multifunksionale, edukimi për karrierën, ka qenë shumë e bukur, një praktik shumë e mirë. Shumë unë I përshëndes faktikisht, ndoshta kam pas fatin që të kem grupet më të mira, që në fundit janë prej atyre që ju sepse I keni dashur, I kam dashur, por edhe kanë qenë shumë të përkushtuar, na që ato kanë bërë. E kanë vlerësu shumë. Shumë gjë e bukur. Edhe kam fatin që po e vazhdoj këtë traditë. Por produkte që ato janë vërtet, janë iniciativa shumë të bukura që duhet mi përkra të gjitha shkollat e qytetit. Profesorish, ju thatë që asgjë nuk e mendoni të shkëputur nga studentët dhe pedagogët. Si vinë pikrisht këto informacione për trajnime, për përfshirje në programe, në projekte të ndryshme, edhe tek studentët, edhe tek pedagogët të tjerë? Në fakt, kjo vjen në sajt atyre lidhjeve ose bashkëpunimeve. Faktikisht ne funksionojmë I bazën e marrëveshjeve, që lidhin me institucione të ndryshme, ku këto marrëveshje kanë disa dimensione. Përveç se mund të jenë marrëveshje që ne mund t'i dërgojmë studentat për zhvillimin e praktikës në rastin e OJQ-ve të ndryshme, po kur vjen puna për pjesë të tjera, do të thënë ne një farë mënyre të institucionet ne na njoftojnë në lidhje me këto trajnime dhe kena rastin për shembull të Ministrisë së Arsimit, që faktikisht edhe Ministria e Arsimit në një projekt 2 vjeçar që ka për arsimimin e mësuesave, ja ka besu Universitetit të Shkodrës trajnimin e të gjitha mësuesve të zonës së Veriut. Po studentët përfitojnë për shembull Erasmus Plus ose projekte të tjera. Pra po një anë kemi trajnimet, por nga ana tjetër kemi edhe studentët që normalisht janë zyrat respektive në rektorat, të cilët faktikisht I bajnë të thirrje vazhdimisht janë në faqen zyrtare, por normalisht komunikojnë edhe me ne direkt dhe ne gradualisht e përcjellim informacionin deri tek studentët. Njëkohësisht kemi edhe alumnin, është edhe dekani I studentëve, tjerë, pra janë organizma që funksionojnë shumë mirë në universitet, dhe fakti është që këto studenti përfshim shumë edhe në Erasmus. Bile ato që unë vere, ka një kërkesë në thitje për të bërë Erasmus. Edhe vazhdojmë, unë vazhdimisht firmosi, dhe me thanë mobilitetet të studentëve, që është një anë shumë I mirë përsa I takon studentëve, por jo vetëm. Dhe me thanë sepse studentët edhe vetë në ditët e sotme janë përfshirë, dhe me thanë është një frymëre që ka thjedhur rektori aktual, krijimin e klubeve studentore. Kjo është shumë interesante. Është një gjë shumë pozitive, sepse unë shoh tashmë që studenti është shumë I vlerësuar. Por këto klube janë një, si më thanë, augur I mirë ose si një ndërlidhës mes atij auditorit edhe pjesës së komunitetit, sepse faktikisht ato janë të fokusuar edhe tek impakti që ka pikërisht në komunitet. Ju pak më përpara e përmend shumë bukur ekspozitat, që ne faktikisht e hapem atë ekspozit për një bashkëpunim faktikisht mes 2 pedagogëve, që faktikisht njëra e psikologjisë edhe tjetra pedagoge e vizatimit, profesoresh Ermira dhe Migena, por që ajo I kaloi muret e universitetit, sepse dol me jashtë, dol me në bashki, ku faktikisht dalja jashtë do të thotë që ne tash po ndërveprojmë edhe me institucionet brenda qytetit, por njëkohësisht erdhi edhe në një ditë të shënuar siç ishte festa e mësuesit. Dhe mesazhet që ato student kishin dhënë përmes atyre pikturave ishin ose nuk kanë nevojë për komente. Profesorish, çfarë quheni sfidë të formimit të mësuesve, të ecjes së mëtejshme, që këto themelet të jenë të forta dhe shumë të dashura? Unë faktikisht e quj sfidë vetëm shërbimin. Arsimi është një shërbim. Dhe këtë shërbim ne duhet t'ia japim studentëve sa më cilësor në të gjitha drejtimet.
sepse kemi të bajmë pikërisht me ata që nesër do të edukojnë gjeneratat. Dhe siç ne do t'ja japim këtë shërbim, ata do t'ja japin nesër gjeneratave të reja. Dhe këtë e shoh sfidën më të madhe timen. Gjatë gjithë bisedës kam vënë re një komunikim të hapur, të çiltër. Mos është kjo një ndër ato pikat kyçe që ju i vlerësoni shumë në pedagogjinë e komunikimit, sepse ju jeni specialistë e pedagogjisë. Po tjetër është baza për çdo gjë. Është baza. Por unë e kam marrë pikërisht te shkolla Zem Hajdari. Sepse aty kam pa një komunikim të jashtëzakonshëm dhe shpeshherë ato shemoj që ne i kemi jetu. Ato unë jap edhe sot e kësaj dite edhe në komunikim me studentët. E gjithçka është aty. Komunikimi është gjithçka. Profesoresha Eranda Halluni Bilali, me titullin akademik profesor i asociuar, doktor, titulli shkencor, sot ishte në Mirëmëngjes Shkodër, me të gjithë dashurinë e saj për shkollën, për punën, për universitetin, për nevojën e një komunikimi të çiltër dhe të hapur të mësuesit, si një pikë kyçe e një pedagogjie shumë komunikuese me ta, për të qenë aty pranë me shkollën, me mësuesit, me nxënësit gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit që ishet sot në Mirëmëngjes Shkodër, gjithmonë i quaj të vlefshme ardhjen e specialistëve, siç ju, e aq më tepër ardhjen me zemrën e një gruaje. Faleminderit. Faleminderit ju.